إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Gjithë falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahut xhalla xhelaluhu, vetëm ata falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet në këtë ditë madhështore I përcjellin profetit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër musliman, folëm në hutben e kaluar për madhështinë e shpërblimit edhe shumë fishimit të shpërblimit të madh të shpenzimit edhe lëmoshës e cila ipet për hir të Allahut xhelle xhelaluhu dhe se si Allahu xhelle xhelaluhu na solli shembullin e një kokrës e cila I mbinte 7 kallin dhe çdo kallin e cila I përmbante nga 100 kokra, për shumë fishimi I madh I shpërblimit të asaj të cilën e jep në rrugën e Allahut xhelle xhelaluhu dhe shpenzimit për hir të Allahut xhelle xhelaluhu, si dhe shembullin e ati kopshtit në një rafshnalt, në një kodër të lartë atje ku ajo ipte frytet e saja të dy fishta, që na bën neve me dije dhe na qartëson o vëllezër se lëmosha dhe sadakaja, shpenzimin të cilën ti e jep për hir të Allahut xhelle xhelaluhu, ajo nuk humb te Allahu xhelle xhelaluhu asnjëherë, por ajo shtohet, shumë fishohet dhe bekohet derisa ta gjen robi atë vepër të cilën e ka dhënë sot këtu, ndoshta shumë e pak ta gjen ditën e gjykimit shumë më të madhe se sa ajo të cilën ai e ka vepruar dhe e ka dhënë këtu në këtë botë, e gjithashtu dhe të jetë shkak që ta strehon në hijen e arshit të mëshiruesit në ditën ku nuk ka hije përpos hijes së tij. E mu për atë vëllezër sot ndalmi në një ajet I cili me të vërtetë është një ajet që trondit zemrën e besimtarit. Dhe nuk mendoj që ndëgjon një besimtar, një njeri këtë ajet, e që nuk përfshin ndërgjegjen e tij një turp I madh nga krijuesi I gjithësisë. Kur ta ndëgjon këtë ajet dhe të mediton rreth këtij ajeti. Ajeti 245 në suratul Baqara, Allahu xhelle xhelaluhu tha: "Men dha alladhi yuqridu Allaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan kathira." Tha Allahu xhelle xhelaluhu, kush është ai I cili I huazon Allahu xhelle xhelaluhu, I jep pra huan një hua të mirë, e që t'ja shumë fishon Allahu xhelle xhelaluhu shpërblimin e asaj huaje që jep me shumë fishime të shumta e të mëdha. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Ajo është Allahu xhelle xhelaluhu I cili kujdon ja ngrit dhe ja liron furnizimin dhe kujdon ja mshel furnizimin dhe ta është kthim. O vëllezër, pse të mbushesh me turpsi në dëgjimin e këtij ajeti nëse ndëgjon me veshët e zemrës dhe mediton rreth këtij ajeti, për arsye se I e duke e pa se Allahu xhelle xhelaluhu kërkon nga robrit e tij hua. Kush është ai I cili kërkon huazim? Ai I cili është furnizuesi I gjithësisë.
Allahu xhele xhelal që s'ka nevojë për askënd. Ai është furnizuesi, ai i cili ta dhuroi atë mall. Atë pasuri që të ka dhëruar është pasuria e Allahut. Furnizimi i Allahut, sundimi i gjithësisë, sundimi i Allahut xhele xhelaluhu. Allahu xhele xhelaluhu asnjëherë nuk e gjejmë në Kur'an që ta mbështet pronësinë e pasurisë te njeriu asnjëherë. Nuk e gjejmë Kur'an që thot pasuri pronari pasurisë tokë është filoni. Apo ta mbështet te njeriu pronari pasurisë. Po gjithherë pasurinë që ta ka dhuruar në këtë dunja pasuria e Allahut. Sundimi i Allahut. Mbikëqyrja e gjitha furnizimi i Allahut xhele xhelalu. Allahu tha në Kur'an që njeriu ne ka vendosur vetëm si një mëkëmbës. Allahu xhele xhelalu kur tha në suratul Hadid: "Fa aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi." Besoni Allahun dhe të dërguarin e tij dhe jepni shpenzoni nga ajo që Allahu xhele xhelalu ju ka vendosur juve mëkëmbës në to. Vetëm ju ka vendosur si përgjegjës, që ju ta keni ato si shfrytëzues, po jo që është e juaja. Pasuria e Allahu xhele xhelaluhu. Falladhina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun adhim, lahum ajrun kabir. Fa Allahu xhele xhelaluhu kushdo i cili beson prej jush dhe jep dhe shpenzon për hir të Allahu xhele xhelaluhu nga ajo që ja ka dhuruar, ka është problem të madh. Do ta jep Allahu xhele xhelaluhu një pasuri, pastaj ti nga ajo të dojsh pak, ti japësh për hir të Allahut, të shumë fishon problem. Me të vërtetë se o vëllezër, kjo mbush ndërgjegjen e njeriut me turpsi. Turprohesh para Allahu xhele xhelalu se është nevoja që ti të japish lëmosh, e të ndihmosh ndonjë nevojtarit apo dikun ku duhet që ti të japish rrugë të Allahu xhele xhelalu për hir të Allahu xhele xhelalu. Të japish sadaka nga kush jep, nga ajo që Allahu të ka dhuruar. Tha Allahu xhele xhelalu gjithashtu në Kur'an: "Wa atuhum min malillahi alladhi atakum." Jepni nga pasuria, nga malli i Allahut që ju ka dhënë. Allahu ja u ka dhuruar atë. Ai është furnizuesi i gjithësisë. Malli i tij, sundimi i tij, edhe furnizimi është furnizimi i tij, që ta ka dhuruar dhe ti përsëri bëhesh kopras na që Allahu ta ka dhuruar. A nuk i shëmbëllen kjo vëllezër një njeriu i cili është një prind që i dhuron një fëmijës së tij, i jep të holla dhe pastaj kur i kërkon që t'ja merr të hollat fëmijës ai s'ja e. Dhe buzëqesh prindi dhe shef se ky ndërshërngun, ky dhe eruin e pasurin, apo ky erun pasurin se ky mallin e që tërkujet prindit e merr dhe ti buzëqesh se shef se ky është ai ti ja kërkon, po ja kërkon jo se ki nevojë për atë parën që ja ke dhuruar fëmijës. Por shembulli te Allahu xhele xhelalu është shumë i lartë, se ai është Allahu xhele xhelalu i pasuri, i cili është i pasuri absolut. Dhe falenderusi Allahu xhele xhelaluhu, i cili na jep këtë shembull, kush jemi na që Allahu të kërkon nga ne hua. Allahu bjen në këtë gradë që të na tregon neve që nëse ti atë që e jep, dije se sikur me ja dhën hua. Allahu do ta ruan, të ta shton, të ta shumë fishon. E ta arrit është problem shumë të madh, tha feju dhaifahu lehu adhafan kathira. Tja shton atij e tja shumë fishon, shumë fishime të shumta. Pak ke dhuru, aq pak sa jep Allahu të ta shton shumë, se Allahu ta ruan. Sot njerëzit o vëllezër, nëse ai ja jep një njeriu të pasur, një pasuri diçka për të bërë ndonjë tregti, nëse jep hua në njeriu që ka pasuri, ai gëzohet. Se e din se e ka dhënë te një njeri sigur, ai ka pasuri, ai si do që të bën, ai ka me makthy sa e kam dhënë e huan te një njeri sigur. Po çka ta merr mendje që ti jep hua, pasurisë tonë jep te i gjithdijshmi, i plotfuqishmi, fornizuesi i gjithësisë, sunduesi i gjithësisë, në të cilën janë deput e qiejve dhe tokës. Allahu xhele xhelalu tha: "Lehu mulku semawati wal ard." Ati të konsundimi i qiejve dhe i tokës. Te ai janë khazainu semawati wal ard. Janë deput dhe thesari i qiejve dhe i tokës. Allahu është zotënia më i madh, i cili s'ka nevojë për pasurinë e askuja, por kërkon hua. A ka dikush nga robërit që më jep hua nga ajo që i kam dhënë? E ti pastaj ti je nga ata të cilët nuk jep. Allahu xhele xhelalu na sjell një shembull gjithashtu në surat Hadid, po në të njëjtën kërkesë vëllezër e kërkoi duke thonë ajetin 11, tha Allahu xhele xhelaluhu: "Men dha alladhi yuqridu Allaha qardan hasanan
fejudaifahu lehu wa lehu ajrun kerim. Kush është ai i cili i jep hua Allahu xhallahu hua të mirë, e që t'ja shumë fishon Allahu xhallahu dhe të kesh problem besnik në to. Po pastaj edhe një formë ndriçuese për këta besimtarë të cilët japin për hir të Allahu xhallahu thanë në ditën kur do të vinë para Allahu xhallahu që të ndrita e tyre para tyre dhe anësh tyre të djathtën e tyre. Tha Allahu xhallahu yawma tara al-mu'minina wal-mu'minat yas'a nuruhum bayna aydihim wa biaymanihim bushrakum al-yawma jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dhalika wal-fawz al-'azim. Tha Allahu xhallahu në ditën kur ti shef besimtarët dhe besimtarët, pra në këtë futen të gjitha ata vëllezër, të cilët japin ke mashkull, ke femër, ke burr, ke grua, kushdo që i huazon Allahu xhallahu diçka jep, Allahu xhallahu ja shumë fishon atij. Dhe ja shton atë pasuri dhe ja ruan atë pasuri që jep pak sadaka për Allahun xhallahu. Drita, ditën e gjykimit që do ndriçon për to para tyre dhe në të djathtën e tyre. Që është për gëzim për to xheneti ku në to rrjedhin lumej, dhe kjo me të vërtetë Allahu xhallahu është fitimi i madh, të cilën njeriu e bën që të bësh diçka të japësh diçka me pak, që Allahu xhallahu të ta shumë fishon shumë. Tha Allahu xhallahu wa aqimu s-salata wa atu z-zakata wa aqridu Allaha qardan hasana. Falni namazin, jepni zakatin dhe jepni huat mirë Allahu xhallahu. A ka nevojë Allahu për huan tonë? Allahu xhallahu bjen deri në këtë shkollë që të thot huan me pun ta kthej, sikur me ta merr huata e. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Çka do që të jepni dhe të paraqitni për vetveten e juaj, do ta gjeni te Allahu xhallahu. Huwa khairan wa a'zama ajra, ma e mira dhe ma e vlefshme dhe ma shpërblimin më të madh. Ku ka kështu vëllezër? I plot fuqishmi, sunduesi i gjithësisë e jep këtë për gëzim. Dhe pastaj i thanë fut innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradu Allaha qardan hasanan yudaafu lahum wa lahum ajrun karim. Tha Allahu xhallahu sa i përket ke burra apo ke grua që japin dhe shpenzojnë sadaka dhe japin hua Allahu xhallahu, Allahu do t'ja shumë fishon atyre shpërblimin e madh dhe të ndershëm. O vëllezër, të jemi na nga ata të cilët pak meditojmë e të ndim turpsi, kur ta ndim kita jetë Allahu xhallahu, e të turprohemi para atij që të ka dhëruar, e ti shtërngon dorën dhe nuk je për hir të tij. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi al-ali al-a'la wa salatu wa salamu ala an-nabiy al-mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa wa ba'd. Të nderuar vëllezër, Allahu xhalla xjalaluhu i pasuri absolut, i lavdruari, i cili nuk ka nevojë për pasurinë e askuja, e as ka nevojë për dhurimin e askuja, as për sadakan e askuja, as për veprat tona, as për ibadetin ton. Po Allahu xhalla xjalaluhu nga bujaria e madhe e tij, edhe mirësia e madhe e tij ndaj robëve të tij, e zbriti mbështetjen dhe atë të cilën ti e jep atë vepër të ta quan si hua që ja jep Allahu xhalla xjalaluhu. E më bëra të vëllezër, adhuruesi dhe asketi i mirënjohur i burrave të mëdhenj Yahya ibn Muadh ar-Razi rahimullah. Tha jam duke u mahnitur, duke u çuditur, duke u habitur me atë i cili ka pasuri që i ka dhënë Allahu xhalla xjalaluhu me veti, dhe ndëgjon ajetin e Allahu xhalla xjalaluhu in tuqridu Allaha qardan hasanan fayudaifuhu lakum wa yaghfir lakum. Ndëgjon ajetin e Allahu xhalla xjalaluhu që thotë nëse ju i jepni hua Allahu xhalla xjalaluhu, Allahu ja u shumë fishon ato dhe ju fal juve mëkatet, ky mos nxiton të jep sadaka dhe lëmosh apo shpenzon për hir të Allahut xhalla xjalaluhu. O vëllezër, sahabët e kuptuan ndryshe këtë çështje. Kur e ndëgjuan këtë ajet, e ndëgjojshin me zemër dhe me shqisat e meditimit të shpirtit të tyre. Do të thotë na e ndëgjojmë, por nuk prek zemrat tona. Dëgjoni se çka na transmeton Tabaraniu dhe Bezari nga Ibn Mesudi radhiyallahu anhu për një sahabi i cili e ndëgjoi por e kuptoi fort këtë ajet çka don të thotë. Kur e ndëgjoi ajetin e Allahut xhalla xjalaluhu men dha alladhi yuqridu Allaha qardan hasana, kush është ai i cili a ka dikush që jep hua Allahu xhalla xjalaluhu atë mirë? Atëherë vëllezër, shkon ky sahabi i cili kishte emrin Ebu Dahdah, shkoi te pejgamberi
dhe e boni një pyetje. Tha ja Rasulullah, Allahu kërkon prej neve hua? Allahu i pasur i absolut, që s'ka nevoj për kërken, prej neve kërkon hua? Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po, kjo është ajeti që Allahu tha kush ka që jep hua të mirë? Allahu xhelle xhelaluhu. Atëherë tha zgjatë dorën, o i dërguari i Allahut, se une e ap hua kopshtin tim për Allahun xhelle xhelaluhu. Vetmin kopsht tha e kishte Abu Dahdah, që dhe në të e kishte shtëpinë e tij. Bafshën e tij, pra, që ai jetonte me shtëpinë e tij, me gruan e tij, aty me bashkëshorten e tij, me familjen e tij, tha kopshti i tij i kishte mbi 600 trupa hurmë. 600 trupa hurmë, tha llogaritë pasuria më e madhe që ai posedonte në atë vend, vetmin vend, tha ai ja jep hua Allahu xhelle xhelaluhu. Edhe kur kthej te shtëpia e tij, tha nuk u fut në kopsht, po e thirri gruan e tij nga lart dhe tha, o ummi Dahdah, o nona e Dahdaz, dil nga kopshti, se ja kam dhuruar Allahut hua. E kam huazuar për Allahun xhelle xhelaluhu. Kjo grua e mençme nuk duhet t'i thor burrit, a je i marr, a je çmendur, a je pe gjithë pasurie, po çka të bëjmë na, po ku do të shkojmë na, po do hupim na, si do të jetë ardhma jon? Po direkt dule kuptoj se çka ka bër. Ku je ka dhuruar? Allahut. Ai i cili pasuria është në dorën e tij, depot e qivet dhe të tokës në dorën e tij. Tha Rabbi hal bai'u ya Abu Dahdah. Tha ka fituar kitë shitblerje që e bone kitë dhurat, kitë huazim o Abu Dahdah, fitoj kjo. E më për ato lezër në një hadith tjetër dhe në këto, pra në shumë të zmetime, tha për mësëllem, sa trupa dhe sa dek të varura të hurmave i shaf të pregaditura në gjennet për Abu Dahdan. Lusim Allahun xhelle xhelalu që Allahu xhelle xhelalu të bën që na t'i kuptojmë argumentet dhe ajetet e Allahut me zemrën tonë, me shqisat e meditimit tonë, e që na të jemi nga ata të cilët Allahu xhelle xhelalu dëshiron që të na ngrenë të japim për hit Allahu xhelle xhelalu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa aqimus salat.